Alianca për shqiptarët vazhdon të jetë partneri barabartë i koalicionit Vlen, pohon Arben Fetai. Ai nuk e njeh vendimin e kuvendit të partisë të mbajtur në Kumanov për ta shkarkuar atë me iniciativë të kryetarit Arben Taravari. Sipas Fetait, regjimi i vjetër po bën përpjekjet e fundit për të zbehur shpresën për ndryshim, por ata nuk do të heqin dorë nga qëllimet e tyre pavarësisht skenarëve destabilizues. Unë e kam një porosi shumë të thjeshtë për kryetarin tim, Arben Taravarin. Unë valigjet i kam marrë për të ardhur nga Belgjika dhe nuk jam duke lëvizur nga këtu. Do qëndrojmë, do e bëjmë betejën për të cilën jemi zotuar, për të cilën si koalicion Vlen kemi fituar 107.000 vota. Atyre u urojmë të kthjellën, mos të vazhdojnë me këtë artanizim. Afrimi me BDI-n fatkeqësisht i çon në rrugën e artanizimit. Përgjigje eksprese erdhi nga Taravari pas siç u shpreh konferencës për shtyp të Fetait dhe grupit të tij më të vogël se 40 njerëz. Ankthi është ndjesia më e keqe që përjeton njeriu, sidomos kur është i përzier me ndjenja faji. Ne vazhdojmë më të qetë e të sigurt se kur drejt fitores së tetorit, i cili është afër, shumë afër. Ndër anëtarët e aleancës që vendosën të vazhdojnë me Vlenin është edhe Azir Aliu, i cili nuk deshi të komentojë informacionet se do të jetë pasardhës i Taravarit në Ministrinë e Shëndetësisë. Все още не е разговаряно на тази тема, най-вероятно деновите вече в овој период ние бевме многу активни. Aliu theksoi se ndryshimet sillen nga vendi ku sillen vendimet, ndërsa gjithmonë është më e lehtë të jesh në opozitë, sidomos para zgjedhjeve.